Në orët e mëpasme, komuna e Novoselës rrezikon të jetë në ujë. Prurjet e lumit janë rritur ndjeshëm. Niveli I shtratit të lumit është mbi 7 metra mbi nivelin e detit. Aktualisht 20 banesa janë të përmbytura, të tjerat rrezikohen. Bakti s'ka më që zotit, po. Kam vetëm këto shpesët. Ruajmë tash që mos na vjen brenda shtëpit bakti. Argjenatura e autostradës, 2 këmbë të urës nuk janë cilësi të mira. Mua më është përmbytur një pjesë toke, mbjell me ulli. Edhe rrezikojnë disa shtëpi këtu të fsharit, jo të mia. Nga informacionet e deri tanishme, janë përmbytur 1500 hektarë të Novoselës. Një pjesë e argjenaturës është dëmtuar, kurse rrëzimi I saj do të mund të përsëritë skenarin e përmbytjeve të vitit 2005. Shtabi I emergjencave civile, punonjës të komunës arbënor të zonës, vazhdojnë të monitorojnë situatën, duke shpresuar të mos ndodhë më e keqja.